Fituesi i edicionit të 20 jubilar të turneut prestigjos të tenisit Prishtina Open 2012 është Granit Bajraliu, i cili në finale mposhti Gurash Hasanin nga Prizreni me 2-0 në sete, rezultati 7-6 dhe 6-4. Këtë takim Bajraliu e përmbylli për 1 orë 45 minuta, gjërsa është kjo vetëm hera e parë që e fiton këtë turne. Po, normalisht arrita të fitoj dhe kjo fitore me të vërtetë është për mu një shtytje që ka me ndiku pozitivisht në turnet në VM që të mbohen gjatë këtij viti. Mund të them se edhe pse vapa dhe nxehti masat nuk lejojnë ndoshta të bëjmë atë lojën të cilën ndijmë ne, por me të vërtetë lujta me zemër mund të them dhe në fundi arrita që të triumfoj. Mendoj që ka qenë vetëm një neglizhencë kundërshtarit apo një mini nënçmim, një humbje koncentrimit, dhe Graniti ka qenë fizikisht më i mirë se unë dhe ka ndihmuar pak nxehtit të tjetër. Seti i parë ishte më i gjatë i kësaj finaleje, pasi zgjati 1 orë 5 minuta. Granit Bajraliu, i cili luante në rolin e vendësit, filloi për mrekulli takimin dhe bëri 2 herë break për të udhëhequr me 5-2. Mirë po kur u prit që Bajraliu të përmbyll këtë set, Hasani bëri kthes të madhe duke i fituar 4 gemat e radhës, me qrast nga disavantazhi, tani kaloi në epërsi prej 6-5. Në gemin e radhës, Bajraliu fitoi shërbimet, duke bërë që fituesi i këtij seti të vendoset vetëm pas tie break poenëve. Granit Bajraliu me 13-11 doli fitues dhe kaloi në avantazh prej 1-0 në sete. Moti i nxehtë dhe angazhimi i madh që patën dy tenistët në këtë set bëri që tempoja e lojës të ishte më ngadalt në setin e radhës. Në këtë set ishte Gurash Hasani ai që pati fjalën kryesore në 3 gemat e parë, të cilët i fitoi dhe doli në epërsi prej 3-0. Por kaq ishte puna e tij në këtë set dhe në këtë ndeshje, pasi në vazhdim Bajraliu fitoi 6 gemat e radhës duke humbur vetëm 1 dhe kështu përmbylli këtë set me 6-4 dhe takimin me 2-0 në sete. Arben Islami, organizatori i këtij turneu, ishte i kënaqur me ecurinë e këtij edicioni të Prishtina Open 2012. Kjo e bën këtë turne të veçantë sepse më në fund fitoi Graniti. Kohët fundit në për gjitha turnet, mriki deri në finale edhe hupje. Pra kjo është ajo që e dallon këtë turne në konkurrencën e seniorëve. Mirë po në konkurrencën e femrave kisha veçuar se ky edicion ka qenë më i dobët se më herët. Nuk e di çka është arsye, femrat kanë qenë në participim shumë të vogël, pra numri ka qenë ekstrem i vogël krahasim me herat e tjera. Mirë po numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në këtë turne ka qenë mesatar, pra 106 tenistë të ndonë në 11 kategori, mujmë me thonë se ky turne ka qenë shumë i suksesshëm. Ndërkohë në konkurencën U14 e femrat dhe meshkujt, fitues ishin Anduena Latifi, respektivisht Arian Tahiruka. Në konkurencën U18, Osman Reqica triumfoi te meshkujt, Uma Koshit e femrat. Gara pati edhe në dyshe të përzijera, ku fitues dolën Gëzim dhe Dita Mehmeti, kurse në dyshe Granit Bajraliu dhe Behar Kurteshi ishin përsëri më të mirët. Ndërsa në kategorinë e veteranëve i pa konkurencë ishte kryetari i Federatës së Tenisit të Kosovës, Shkelzen Domi.